Puna e madhe thot për njerëzit, rëndësi ka të kem raportet mirë me Allahun, që është një dhe i vetëm, elhamdulillah. Elhamdulillah. Patjetër që me i pas raportet mirë me Zotin e gjithësisë është gjëja kryesore dhe synimi që ne kemi. Por duhet të dish se Allahu i lartësuar, krahas urdhrit për me adhuru atë një të vetëm në Kur'an, na porosit që me u sjell mirë me prindrit e përmend disa kategori njerëzish. Pra me jetimin, me të varfërin, me të afërmit, me fëmijën e afërt, fëmijën e largët. Pra Zoti i gjithësisë do që ne krahas asaj që me qenë besimtar, me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, patjetër që edhe me njerëzit me pas një sjellje të mirë. Dhe pejgamberi ynë alayhi salam thot në një hadith, nuk e falenderon Allahun ai që nuk e falenderon njerëzit. Kështu kuptohet prej fjalëve të profetit alayhi salam. Kështu që besimtarja, me adhuru Allahun e lartësuar, me i pas raportet e mira me Zotin e gjithësisë, por njëkohësisht edhe me njerëzit. Zoti ju rujt.